Fort lumturi, Ungjili i Send sot na tregoi mrekullinë e di fist të paralizuarit të Kapernaumit, i cili na kujton që mëkati soli tek njerëzimi e para dhibjen dhe lotin, sëmundjen dhe vdekjen, dhe e dyta që vetëm Zoti Isu Krisht na speton nga mëkati dhe nga pasoja e saj. Zoti erdhi në Kapernaum. Menjëherë u mësuan se dodhi në një shtëpi dhe u vlodhen atje kaq shumë njerëz sa që shtëpia nuk e xinte. Dhe para sa Krishti predikonte, vijnë 4 njerëz duke sel në një krevat një njeri të paralizuar për të siruar. Skena që na e përshkruan Ungjili është një skenë tepër prekse. I paralizuari nuk mund të vinte vetë pranë Zotit për të kërkuar shërimin nga ai. Njerëzit që dodhen rreth Krishtit dëgjojnë predikimin e tij. Atëherë ata që përkujdesesin për të paralizuarin kërkuan një mënyrë të zgjuar për të afruar Krishtin, siç e dëgjojmë në Ungjilin e sotëm. Shikojnë ata, fitojnë çdo pengesë. Besimi për Krishtin dhe dashuria për të semurën i bëri të gjenë një zgjedhje. I frymëzon një zgjedhje të fortë, të cilën e praktikojnë menjëherë. Gjiten e çatin e shtëpisë, hapen çatin, që të mund të kalonin mbi njerëz dhe të silin të paralizuarin pranë Zotit. Ata ishte të sigurt se Zoti do të shëronte të paralizuarin. Prandaj dhe nuk ishte gjë që mund të dalte. Ajo çka bizoteron në leximin e sotëm të Ungilit është dhimbja njerëzore dhe dashuria. Dhe mësuria për njeriut, për njeriut dhe njerëzve për njerëzit e tjerë. Për njeriut është për delyes, njeridases dhe i dhemësur për të gjithë gjenin njerëzore. Ati që është dhimbja, fatkeqësia, sëmundja, përdjekja, ati është edhe Krishti unë. Atu janë edhe njerëzit e thjeshtë. Veprimi atyre të 4-ve beri shumë përshtypje të gjithëve. Ata të 4 mësuan në të gjithë njerëzit, por dhe të ne predikojnë se kur do njeriu të bëj vepra bamirësie, asnjë gjë nuk mund të pengojë. Dhe ja i paralizuari gjendet përballë i Isuit, në krevat, i mjerues dhe i munduar truperist dhe spiriterist, ishte bërë si rombë. Pse pra u katandis në këtë gjendje të mjeruesve? Per shkak të mëkateve të shumta. Nga mëkatet e mia të shumta, nëse mur trupi edhe shpirti, thot kanoni i Paraklisit të Resendës Mari. Zoti njeridases, që zbriti në qiellin e tokë, që të spetoj mëkatarët, preket, kur shikon viktimen e mëkatit. Hidherohet për krijesën e tij të dëshpëruar dhe e seron. I seron trupi edhe shpirtin. Me parë shpirtin, sepse shpirti ka më shumë vlerë se trupi. Biri im i thot të janë falur mëkatet. Pra, për këtë gjë njeriu duhet të kujdeset për shpëtimin e tij. Mëkati është shkaku i sëmundjes trupore të paralizuarit. Ashtu si doktori i mirë që të ketë sukses në terapinë e pacientit, gorthë mikrobin i cili shkakton sëmundjen. Kështu edhe doktori i madh i shpirtit e trupit Krishti godet përpara shkakun i cili është mëkati për të larguar sëmundjen trupore. Krishti e çmoi besim e xhetë të tyre dhe me dhimbje i thotë: Biri im të janë falur mëkatet. Krishti i fal paralitikut mëkatet dhe e shëron. Skrimbet që isën në mes të turmes së pafund u skandalizuan. Ata mendonin me veten e tyre: si mund të flasi kine të menjur duke fryer Perëndis? Kush mund të shëroj mëkatet? Vetëm Perëndia mund të bëj një gjë të tillë. Zoti, si zemërnjohjes që është, kuptoi mendimet e skrimbeve dhe i tha: pse mendoni gjëra të këqija me mendjen tuaj? Dhe për ta mësoni se biri i Perëndis ka pushtetin për të falur mëkatet e njerëzve, do t'u avërtetoj në çast.
dhe i thot paralitikut: "Ngreu, merr krevatin dhe shko në shtëpi." Dhe me një herë i paralizuari merr krevatin e ikën. Çudia u realizua. Paralitiku mori nga Krishti dhuratë hinore të dy fist, do me thënë faljen e mëkateve dhe shërimin e trupit. Të gjithë lavderuan Perëndin. Makati est pasori e shumë të kakjeve. E drejton njeriu në shkatrim të trupit. Pam gjendjen e mjeruesme të paralitikut. Dhe sot, sa të rinë mundohen këtë ngejnë gëzim dhe lumëdurin larg Krishtit, me spërdorime dhe me jetën të shturur, duke u shkatruar truperist dhe përfundojnë në klinika psikiatrike dhe shumë nga këta në vdekjen. Mëkati drejton njeriu në mos respektimin e Perëndis dhe mos respektimin e familjes ndaj prindreve, por si do të lirohemi nga këto, duhet të pendohet njeriu për jetën e tij mëkatare. Të vendosi në jetën e tij si drejtues Krishtin dhe me simdhenin e tij. Kelimi i tij duhet të jetë shpëtimi i spiritit dhe hynëzimi. Apostull Pavli thot: "Le të hedhim larg çdo barë dhe mëkatin që na pushton, dhe me durim le të sulemi në rrugë që estin përpara nes. Të kërkojmë nga Perëndia mëshirën e tij dhe faljen e mëkateve. Të hidherojemi se me veprimet tona mërzitëm Perëndin. Vetëm Perëndia do të shuaj mëkatet tona. Perëndia dhe përmet profetit Isaia thot: "Unë jam i vetëm, ai që shuaj mëkatet tuaja." Dhe përmet profetit Mikea, Perëndia na thot: "Do të vi tek ju, do t'ju mëshiroj e do t'ju falj." Le të afrohemi të Krishtit, të futemi brenda arkas së shpëtimit, do me thënë në kisën e send të Krishtit. Të marrim pjesë në të gjitha mjetet senderuese të saj, në misteret të senda dhe në shërbesa hyjnore, me besim të thellë dhe përkushtim. Të pendohemi për mëkatet tona, të rrefehemi, të kungohemi, dhe atëherë do të rilindim shpirtërisht, do t'i gjallemi shpirtërisht me anën e hirit hyjnor. Atëherë do behemi të ndejnë, të t'i gjojmë dhe ne nga goja e tij e send: "Biri im, të janë falur mëkatet." O Zoti Isu Krisht, bej këtë dijemi dhe ne, deri në thellësinë e zemrës son, dashurim tënde si e dieu dhe paralitiku. Sot gëzohet kisha e Krishtit, sepse në dielën e dytë të Kresmas kremton dhe deron kujtimi e një sendor të madh, Sënë Grigori Palamait, kryepiskopi të Salonikut. Dita e fjetjes të sendorit est në datën 14 nëntor, por kisha jon vendosi që të festohet dhe të dielën e dytë të Kresmas. Sënë Grigori me lutjen e tij: "O Zot, drejto errësirën time, na tregon rrugën e lutjes dhe na kujton mënyrën me të cilën dikush mund të lidhet me Perëndin." Teolog i madh dhe orator, Sjendori u trengua udhëheqës ortodoks i madh në ndeshjen e madh teologjike kundër mesimdhënies eretike. Shkruajti shumë vepra, të cilat i përkasin përplasjes teologjike, që kishin rezultuar atëre, dhe shumë të tjera. Pas fjetjes së tij, vari i tij u bë burim shërimes. Prandaj direkt pas vdekjes së tij u shpall sendor, dhe derohet si sendor dhe çuditëbërës. O drejtues ortodoks, o mbështetës dhe mësues i kisës së Zotit Krisht, o bukuria e murgjeve, o për luftar i pamundur i theologjeve, mrekulliberës Sën Grigor, për Selenikun e Buria, ti hirin lehtësit kudo, pra lut për të gjithë ne të shpëtohen shpirtra tan. Amin.